Sot me mielin triplo premium nga fabrika Diamond, po ju la mënyrën time si mi përgatit të byrek tigani, që dalin të mrekullueshëm. Filloj me recetën, mielin e hedhim në një enë të thellë, aty shtojmë krypen e pak fryrës. Përzim mirë, hedhim vojën e ullinit, qumshtin e ujin. Filloj me punoj brumin mirë me dorë derisa të përfitojmë një brum të butë. E mulojmë dhe la me pushu 15 minuta. Mas saj kohe marrim brumin, i bajmë palosit lehtë dhe ndajmë në 6 copa. Çdo copë e bajmë top, i mulojmë prapë e la me pushu 10 minuta tjera. Mas saj kohe, çdo top e hapim në petë si kur shikoni në video. E lymë nërmjet me vaj ose gjalp, unë i shtova pak mozzarella, e palosim si kur në video, e shtypim me dorë mirë dhe masanej e hapim me shkop petash. Marrim një tigan të lymë me pak vaj, venosim në tapetën që hapem, lymë me pak vaj ose gjalp sipër dhe e pjekum nga të dy anët. Sa po t'jetë gati, e shijojmë. Faleminderit!